posaçëm. Kemi disa raste shkarkimesh kryetar bashkie, por në asnjë rast nuk është pezulluar. Unë po them çka ndodhur, jo çfarë duhet ndodh. Por dhe në prizmën e këtij precedenti, mund ndodh që presidenti ti dekretoj, mund të ndodh. Ajo çfarë duhet të bëhet është gjykata kushtetuese. Nuk mund t'i nënshtrohet një shurtimi gjyqëtor, një gjykimi në afatet normale. Pra në afatet 2 mujore, siç e ka një afat 2 mujor për ta marrë ajo dhoma këshillimit që të relatoj dhe të vendoset kalon apo jo për gjykim. Këtu është çështje emergjente dhe gjykatës mund t'i mjaftoj dhe një javë për të marrë një vendim, ata 3 gjyqtarët që do e kenë, do e kalojnë për gjykim, apo jo, që sipas gjithë gjasave është një çështje që duhet kaloj për gjykim, me qëllim që gjykata kushtetuese të shprehet me vendim përfundimtar. Pra, mbetet në dorën e gjykatës, duke i dhënë prioritet, po i japim, le të themi, unë mendoj që brenda një muaji do të ishte më se e mjaftueshme që gjykata, nëse e konsideron si një praktik në fakt brenda 3 orëve caktoi relatorin gjykata kushtetuese. Po. Dhe mirë ka bërë, pavarësisht nuk i hyj atyre paragjykimeve, mund të filloj media, ka pasur paragjykime, pse i rak sa gjyqtar etj. Unë jam nga ata që besoj tek gjykata kushtetuese dhe mendoj që gjykata kushtetuese do t'i japi precedencë për shkak të interesit të lartë të publikut për këtë çështje dhe fundja zgjatja 30 ditë zgjedhjeve nuk humbet asgjë. Dhe duhet prevaloj interesi dhe respektimi të drejtave kushtetuese në këtë rast dhe në momentin kur kemi dispozitën dhe parimet e nenit 115 të kushtetutës, të cilat bien ndesh me referencën ligjore të ligjit për organizimin e pushtetit lokal, mendoj që gjykata kushtetuese mund ta zgjidhë këtë ngërç politik dhe debat mediatik që kanë gjallë. Mund ta dekretoj presidenti? Ka precedent? Dekretoj pa pritur vendimin e gjykatës kushtetuese. Kushtetuta e ka të qartë veprimet që duhet bëj presidenti dhe presidenti nuk duhet ta bëj këtë derisa gjykata kushtetuese të shprehet. Unë bashkohem me mendimin që gjykata kushtetuese, siç ka treguar që me trajtimin e shpejtë dhe shortimin e rastit, mendoj që do ta shqyrtoj brenda një kohe të shkurtër, duke garantuar, duke pasur parasysh dhe rëndësinë e rastit dhe garantimin e një vendimarrje lidhur me precedentin, sepse ky do të jetë një precedent lidhur me këtë rast të dispozitës, ka pasur raste të tjera kur kryetar bashkie, kryetar komunash janë shkarkuar, por asnjëherë kjo është hera parë që aplikohet GRMAC e nen 62. Kështu që unë mendoj që gjykata kushtetuese do ta shqyrtojë shpejt këtë dhe nuk do të jetë nevoja që të ketë ndonjë nxitim apo ndonjë dalje jashtë kornizave kushtetuese sa i përket sjelljes së presidentit të Republikës. A mund të ndodhë kjo? Ne po themi çfarë parashikon kushtetuta. Kushtetuta thotë që në këtë rast pezullohet shkarkimi dhe derisa gjykata kushtetuese të shprehet, do duhet që të pritet vendimi. Po sa zgjat dom? Procedurat e tjera sa kanë zgjatë? Ajo vjen nga të zgjedhurit, nga parlamenti e kanë rregulloren e brendshme. Si rregull, një çështje në gjykatën kushtetuese duhet shqyrtohet në fazën e parë brenda 2 muajsh, por në këtë rast, kjo është një nga ato raste që ka nevojë për një vendimarrje të shpejtë, referuar edhe afateve që parashikon kushtetuta sa i përket pjesës tjetër të procedurave. Kështu që unë mendoj që gjykata kushtetuese do ketë një shqyrtim të shpejtë të rastit dhe nuk besoj që do ketë vonesa. Dhe kjo është në sjellje normale të gjykatës kushtetuese. Pra, ka një prioritet, flitet për një konflikt mes pushtetit vendor dhe pushtetit qendror që duhet ketë një zgjidhje, pavarësisht se cili do të jetë interpretimi i gjykatës. Jemi para një rasti që gjykata kushtetuese, besoj biem gjithë dakord, duhet të interpretojë ato boshllëqe, ato nene të cilat nuk përputhen midis ligjit për pushtetin vendor dhe Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë. Presidenti i Republikës së Shqipërisë është garanti kushtetues sipas presidenti apo gjykata kushtetuese? Po gjykata kushtetuese, po dhe presidenti bën balancimin e gjithë pushteteve. Gjykata kushtetuese është garanti dhe presidenti ka të gjitha mekanizmat duke përfshirë pushtetin ekzekutiv, pushtetin legjislativ dhe pushtetin gjyqësor. Çfarë ndodh nëse presidenti del kundër një organi kushtetues apo hapur kundër kushtetutës, atëherë tu nuk flasim më pastaj për ligje, për kushtetutë, për rregulla.
Presidenti i Republikës duhet zbatoj ato nenet cilat vinë drejt për drejt dhe lidhen me caktimin e datës zgjedhjeve pasi të përfundojë ankimi i të zgjedhurit vendor. Dhe është detyrim kushtetues. A mundet ta kaloj gjykata kushtetuese në gjykatën administrative? E tham disa herë, pothuajse të gjithë, është konflikt kushtetues, nuk është konflikt që mund ta zgjidhë gjykata administrative. Se po flasim për shkarkim të Këshillit Ministrave dhe nuk po flasim për pjesë të veçanta të ligjit cilat mund të atakohen nga pushteti vendor në gjykatën administrative. Tu flasim për kompetenca midis pushtetit vendor dhe pushtetit qendror që u tha.